Dashi. Sot gjërat nuk do të realizohen pa përpjekje. Do t'ju kërkohet të punoni më shumë për të arritur të normalizimi i situatave. Në marrëdhënien, bashkëpunimi midis Jupiterit dhe Merkurit do t'ju sjellë çaste të mrekullueshme. Nëse jeni me partner, mund të dëshironi të dilni jashtë qytetit dhe do të ndiheni sikur keni rilindur. Për ata beqar, një takim vendimtar do mund të sjellë një kthim të plotë në jetën tuaj, duke ndryshuar rrënjësisht të gjitha drejtimet. Në ambientin e punës, organizimi do t'ju ndihmojë të realizoni detyrat pa shumë sforcim, ndërsa në planin financiar, edhe pse nuk pritet asnjë krizë serioze, nuk do të shfaqen përmirësime të dukshme që të veçohen. Demi. Sot do ta keni një vështrim të ri ndaj së ardhmes, duke filluar çdo gjë nga e para. Nëse jeni në një marrëdhënie, mëngjesi do të jetë i trazuar, gjë që do t'ju bëjë të flisni me partnerin për ndryshime të mëdha. Për ata beqar, do të takoni disa persona, por ndryshimet që lidhen me moshën mund t'ju pengojnë të bëni hapa të mëdhenj. Në punë do të ndiheni jashtëzakonisht të frymëzuar dhe motivuar, ndërsa në aspektin financiar, disa impulsivite mund t'ju çojnë të shpenzoni pa efektim të mjaftueshëm, duke sjellë situata jo sa të qëndrueshme. Binjakët. Sot, her pas here do të ndjeni se gjërat ju duket se fillojnë të ndërlikohen, por me humor dhe qetësi do ta kaloni çdo vështirësi. Në marrëdhënie, dita do të kalojë me rutinë të zakonshme, e cila nëse nuk ndryshon mund të sjellë mërzi. Për ata beqar, do të jeni më të hapur dhe do të realizoni takime të shumta, por nuk është e sigurt që do të gjeni atë që kërkoni me të vërtetë. Në ambientin e punës, do të jemi shumë të menduar dhe asnjë gabim i vogël nuk do të ju largojë nga rruga e suksesit, ndërkohë që në planin financiar do të shënohet një përmirësim që do kalojë çdo pritshmëri. Daforia. Sot dita do të jetë e mbushur me gjallëri dhe ngjyra. Do të ndjeni një energji të re që do t'ju shtyjë të ecni përpara me vendosmëri. Në marrëdhënie, me ndihmën e hyjeve, do të arrini të zgjidhni çështje të vogla, duke rritur tolerancën dhe mirëkuptimin midis jush. Për ata beqar, mundësitë për takime do të jetë të pranishme. Mbështetjen dhe mjedisi do t'ju inkurajojë për të shprehur ndjenjat tuaja pa frikë. Në punë, vendosja juaj për të marrë vendime të shpejta do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë, ndërkohë që në planin financiar, edhe pse nuk do të shfaqen rrisi dramatike, situata do të mbetet në një nivel të pranueshëm. Luani. Sot planet e sapo përfshihen për të sjellë optimizëm të madh për të ardhmen. Nëse jeni në një marrëdhënie, ndikimi i Merkurit do të sjellë momente të paharrueshme, duke forcuar lidhjen me partnerin, ndoshta duke menduar për projekte afatgjata. Për beqarët, një misi e vjetër mund të transformohet në diçka të re dhe të bukur. Në punë, do të punoni me përkushtim dhe do të arrini të bëni çdo detyrë pa ndërprerje, ndërkohë që në planin financiar, edhe pse gjendja nuk është e shkëlqyer, mund të kërkoni ndihmën nga të afërmit për të përmirësuar situatën. Virgjëresha. Sot, komunikimi dhe bashkëpunimi do të jenë thelbësore. Në marrëdhënie do të përqendroheni në dëshirën për t'i plotësuar nevojat e njëri tjetrit, duke ofruar një afrim të ngrohtë dhe të sinqertë. Për ata beqar, do të hasni në mundësi njëje të reja që mund të sjellin një ndjesë rifreskuese, pa u përqafuar me njëherë një lidhje. Në punë, do të arrini të kërkoni dhe të realizoni atë që dëshironi pa ndier bllokim, ndërkohë që në planin financiar, disiplinë dhe kujdes do t'ju lejojnë të ruani ekuilibrin pa probleme të mëdha. Peshorja. Sot do të ndiheni të jetë kreativ dhe do t'ju duhet të planifikoni çdo hap me vëmendje. Në marrëdhënie, për ata që janë të lidhur, do të ndjeni se rutina e çdo dite po merr një frymë të re, duke sjellë mesazhe të ngrohta dhe emocione të sinqerta. Për beqarët, do të përjetoni takime që mund të jenë vendimtare, megjithse hapat mund të merren në vonesë për shkak të ndjeshmërisë së madhe që e shprehni. Në punë, do të jeni të përkushtuar për realizimin e çdo detyre me efikasitet, ndërkohë që në planin financiar do të menaxhoni shpenzimet me kujdes, duke mbajtur situatën nën kontroll. Akrepi. Sot do të ndjeni të pasuruar me ide të reja dhe do të jeni të gatshëm të bëni ndryshime, pavarësisht sfidave të cilat mund të lindin. Në marrëdhënie, pasi diskutimet e tensionuara mund të kenë sjellë emocione të forta, është koha të lini të kaluarën mbrapa dhe të filloni një kapitull të ri me bashkëpunim. Për ata beqar, ruani rezervimin emocional dhe mos lejoni impulset të ndikojnë negativisht në vendimmarrjen tuaj. Në ambientin e punës, vendosmëria do t'ju ndihmojë të kaloni çdo pengesë, ndërkohë që në planin financiar do të tregoheni shumë të kujdesshëm, duke ruajtur stabilitetin e kërkuar. Shigjetari.
Sot do të keni liri të madhe veprimi dhe do të ndiqni rrugën tuaj me plot besim. Në marrëdhënie do të përjetoni momente transformuese që do t'ju sillin harmoni dhe mirëkuptim midis jush. Për ata beqar, kuraja për të bërë propozimin është e nevojshme, por duhet që çdo hap të marrë vendime të menduara. Në ambientin e punës, mundësitë për avancim do të zbulojnë rrugë të reja për të realizuar qëllime të mëdha, ndërkohë që në planin financiar, disiplinë dhe menaxhimi i kujdesshëm do të sigurojnë që çdo shpenzim të jetë në përputhje me objektivat tuaja. Briçapi. Sot është e domosdoshme të tregoheni shumë të kujdesshëm me mënyrën e komunikimit dhe veprimeve tuaja. Nëse jeni në një marrëdhënie, ruajtja e dialogut të sinqert me partnerin do të shmangë keqkuptimet dhe do të forcojë marrëdhënien. Për ata beqar, duhet të ruani një hapësirë emocionet të sinqeritetit për t'ju lejuar mundësi të reja pa u shritur në impulsivitet. Në ambientin e punës, do të keni mundësi të realizoni projektet e përbashkëta në mënyrë të qetë dhe të strukturuar, ndërkohë që menaxhimi financiar me disiplinë do t'ju ndihmojë të mbani qëndrueshmërinë në çdo shpenzim. Ujori. Sot do të dëshironi të jeni vetëdijshëm për çdo hap që ndërmerrni, duke mos lejuar që situata të dalë jashtë kontrollit. Në marrëdhënie, mos nxirrni inatat e vjetra të partnerit, merrni kohë për të reflektuar dhe për t'u përqendruar në optimizëm. Për ata beqar, përpiquni të kërkoni në mënyrë të qëndrueshme personin e ëndrave në rrethin tuaj shoqëror apo profesional. Në ambientin e punës, duhet të mbani një qasje të qetë edhe kur ndiheni të ngarkuar, sepse çdo vonesë mund të sjellë pasoja. Në planin financiar, kontrolli dhe disiplinë janë thelbësore për të shmangur çdo rrezik të papritur. Peshqit. Sot do të ndiheni më të vendosur se kur për të realizuar çdo hap me saktësi. Në marrëdhënie, për ata që janë të dashuruar, dita do të jetë e mbushur me emocione të gjalla dhe alegri, duke zbërë rutinën dhe duke e bërë çdo moment të veçantë. Për beqarët, kërkimi i emocionit të fortë do të jetë në krye, duke sjellë takime afatshkurtra që do t'ju ndihmojnë të ndiheni më pak vetëm. Në ambientin e punës, është më mirë të tregoni originalitet dhe individualitet, mos u përpiqni të kopjoni kolegët, pasi vlera juaj do të shpërblehet me këmbëngulje dhe durim. Në planin financiar, duke u konsultuar me këshillat e të afërme, do të arrini të menaxhoni shpenzimet me maturi.